E miq, ju përshëndesim, jemi me artistin, si që quajnë, njëri i thjesht, i zakonshëm, por shumë i mençur në atë siç ka thot njerëzit, vazhdimisht e keq kuptojnë për shkak të asaj se çka kanë ata në jetën e tyre, jo se çka ka kaluar ky njeri. Me të madhin Ben Aliu u takuam rastësisht sot në rrugë, edhe tha të bëj diçka ndryshe sot. Bëjmë bisedë kështu siç bëjnë ato vipat në mëdhenj, Beno. Me makinë, me juna. Me makinë, ashtu është. Po, sa u taku më Beno, më thënë që kam dhënë një mesazh bukur sot te. Ai mesazhi që ke dhënë, domethënë që ti jep vazhdimisht me atë kafen para që e ke kthy kështu tradicionale tonë. Po, çdo ditë. A është çdo ditë një mesazh për jetën? Miku im, dal nga shtëpia për mos më kthy më. Jetoj çdo ditë si ditën e funit, o Altin tufa thiri trunit. Më thallë mua. E dëgjon apo jo? Dal nga shtëpia për mos më kthy më. Jetoj çdo ditë si ditën e funit, o Altin të lutem, thiri trunit. Jetoje jetën sa më bukur. Jeta të surprizon me gjëra nga më të bukura. Ma besoni, unë po shkoj 63 vjeç, i mbusha në 4 mars 64 vjeç. Edhe i kam thirr marr por kush më ka ngel pishman në jetë. Ma ka plotsu Zoti në vend. Ti ka plotsu? Ose ditën tjetër. Të gjitha ëndrat e mia. Ti ke menduar që të ka ngel diçka në mendje, do pa plotsuar. Mua ma ka plotsuar Zoti çdo gjë. Je mirënjohës Beno? Shumë mirënjohës. Faleminderit o Zot që u çova sot. Faleminderit o Zot. Amen them. Faleminderit o Zot që u çova sot. Amin them. Bravo. Sepse unë them se ka një Zot lart që na njeh, që na shikon kush jemi. Na njeh ndërgjegjen tonë. Na njeh familjen tonë. Na njeh shoqërinë tonë, na njeh gjithë. Domethënë nuk i shmangemi dot kësaj që ne jemi në vështrimin e një fuqie madhore. Patjetër. Kështu e mendoj unë, paktën, nuk ndoshta e kam të gabim. Kur ke filluar realisht njerëzit edhe keq kuptojnë të format se si bëjnë pyetjet, edhe marrin mrapsh. Kur ke filluar ti ta mendosh që ka një Zot ose që ka një ndërgjegje, që njeriu ka një ndërgjegje brenda vetes. Se mendoj se në këtë jetë ku kemi arrit sot, rinia ose shumë njerëz, njerëzimi vetë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, sigurisht ka humb sensin edhe të ndërgjegjes. Sigurisht jemi largu ndërgjegje. E qartë. Kur ke filluar ta mendosh se ka ndërgjegje dhe ka Zot? Unë çdo ditë një herë që 17-18 vjeç kam qenë konviktor në liceun artistik, i thoja vetes, Beni, për të përmirësuar si njeri, çfarë gabimi bëra sot që mos ta përsëris nesër. Dhe prap gaboja. Dhe mos përsëritja e të njëjtit gabim është çelësi i suksesit tim. Mos përsëritja e të njëjtit gabim, sepse jemi njerëz, duke njohur veten, thash më mirë mos i njoh fare të tjerë, sepse e shoh që edhe unë gaboj, edhe tjetri gabon. Po tash dikush bën gabim më të madh, dikush gabim më të vogël, por unë jam munduar shumë mos bëj gabim shumë të madh.